Miqtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do të jemi së bashku në minutat në vijim për të folur faktikisht jo më për luftën. Duket se armëpushimi tani po është zyrtarisht konkret dhe po mbahet fjala edhe nga Irani edhe nga Izraeli, që duket se me negociatat e brendshme të SBA-ve dhe Donald Trump po ja dalin. Pentagoni, më lejoni t'ju them këtë, vetëm pak orë më parë ka thënë se programi bërthamor i Iranit nuk është shkatruar. Thjesht, ajo goditje e ktheu Iranit disa muaj pas. Pra, mund të avancojnë dhe të fillojnë edhe njërë tjetër punën e tyre nga disa muaj humbje, por jo së është shkatruar plotësisht. SBA dhe Shtëpia e Bardhë ju përgjigjen Pentagonit duke thënë se këto fjalë fyejnë presidentin. Kaq sa i takon luftës sot, sepse nuk do të flasim për të. Faktikisht ju ndoqët pamjet në fillim të programit e ne në minutat në vijim do ndalemi të flasim për turistët. Sipas Instat duket se turistët e huaj e kanë dalur vrullin në Shqipëri. Se sa e vërtet është kjo, ne do kemi lidhje direkte të ndryshme nga disa qytete ato më të frekuentuara të Shqipërisë për të kuptuar nëse është vërtet kështu krahasuar me një vit më parë. Por në fillim do të flasim për aksidentet, që duket se 10 ditët e fundit janë kthyer në një problem serioz për Shqipërinë. Doriana Bezat na dëgjon në këtë moment, Ermal Hamata, avokat, ju përshëndes të dyve. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Ermal, me lejen tënde fillimisht do shkoj tek Doriana, sepse është në terren dhe kam përshtypjen Doriana do të na flasësh pak për aksidentin më të fundit, e më pas ndalemi tek çfarë ka ndodhur ditët e fundit në Tiranë. Po, si Dorila, unë ndodhem në vendin e aksidentit, ku rreth orës 10:30 tre të mitur u aksidentuan duke lëvizur me patina elektrike. Të miturit kanë qenë duke lëvizur nga në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga sheshi Nën Tereza drejt sheshit Skënderbej, ndërsa automjeti i cili përplasi tre të miturit që lëviz me dy monopatina elektrike të ndryshme ka qenë duke lëvizur në bulevardin Jeanne d'Arc. Pikërisht në kryqëzim, mjetet janë përplasur me njëra tjetrën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme, jo vetëm materiale, por edhe duke rënduar tre të miturit, ku sipas informacioneve që ka mundur të sigurojë nga Spitali i Traumës, njëri prej të miturve paraqitet në gjendje më serioze, ndërsa dy të tjerët janë në gjendje të stabilizuar. Të miturit janë nga mosha 9 deri në 12 vjeç. Nga ekspertiza që u krye në terren nga ekspertët rrugor, po ashtu edhe nga kamerat e sigurisë të kryqëzimit, është sqaruar edhe dinamika e aksidentit, ku dyshohet se shkak ka qenë mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, pikërisht nga të miturit, të cilët lëviznin me këto monopatina, ku nuk kanë respektuar semaforin duke u futur në kryqëzim në momentin që përparësi kishin automjetet që lëviznin në bulevardin Jeanne d'Arc. Si Dorela, kjo sjell edhe në vëmendje një tjetër problematik që Top Channel e ka ngritur her pas here në lidhje me nevojën për një ligj për këto mjete elektrike, të cilat duhet theksuar me të madhe se nuk janë lodra, janë mjete që lëvizin me një shpejtësi të caktuar që kalon ndonjëherë edhe 40 km/h dhe për fatin tonë të keq përdoren edhe nga mitur të cilët nuk kanë asnjë formin në lidhje me rregullat e qarkullimit rrugor dhe her pas here kemi ngjarje të rënda si kjo e paraditës së sotme, ku flasim për të mitur të cilët kanë pësuar dëm në shëndet vetëm se nuk kanë qenë të kujdesshëm ose se në duart e tyre kanë rënë këto mjete të cilat i kanë sjell këto dëmtime. Kur ligji mungon, duhet që familja apo edhe një sensibilizim më i gjerë të bëhet që këta të mitur të mos i përdorin këto mjete pa pasur një formim në lidhje me rregullat e qarkullimit rrugor. Dalime pak, Doriana, edhe tek aksidentet në rang kombëtar. Çfarë është duke ndodhur ditët e fundit në të gjithë Shqipërinë dhe a është ky një alarm për institucionet? Në fakt, si Dorila, nëse shohim një panoramë më të gjerë, kemi të njëjtën, pak a shumë të njëjtat shifra si në 5 mujorët apo 6 mujorët e vitit të shkuar, ku vazhdojnë aksidentet të jenë në të njëjtat shifra. Sigurisht që çdo jetë e humbur nga aksidentet është problematike, sepse ka sjell pasoja jo vetëm në shëndetin e njerëzve, ku kemi jetë të humbura, apo kemi edhe një aspekt tjetër që jo rallëherë duket në ato objektivin e kamerës, por që sjell një problem shumë të madh social, por edhe ekonomik shpeshherë, sepse në aksidentet rrugore kemi dhe persona të lënduar që më pas bëhen të paftë për punë apo bëhen
një barë mjaft e madhe sociale, por edhe ekonomike për familjet përkatëse, sepse traumat të shkaktuara nga aksidentët rrugore janë mjaft të rënda. Në shifra të ftohta kemi një kurbë disi më të ulët se sa 6 mujorin e kaluar, por sërish është problematike. Faleminderit shumë, Doriana, për gjithë përmbledhjen edhe të rastit më të fundit edhe të krahasimit me vitet më herët. Ermal, teksa dëgjoja Dorianën, me të drejtë ajo thotë thënë ftohtë, shifrat janë më të ulta, që do të thotë lajmi mirë, thënë kjo në thonjza, sepse aksidentet s'kan si t'jenë lajmi mirë. Në gjykimin tënd, sa problem janë këto monopatinat, ndalemi të rasti fundit për ty, ndoshta edhe si qytetar këtu, jo si avokat, na ndodh shpesh të shohim që nuk respektojnë asnjë sinjalistik, me thënë vetëm kur i sheh që i ke ngjitur te makina jote. Shiko, ne të gjithë jemi përdorus të rrugës, herë në timon dhe herë si këmbësor. Dhe në të dyja rastet fatkeqësisht ka goxha probleme që kanë të bëjnë jo vetëm me paaftësinë e drejtuesit të mjetit, por shpesh herë dhe me pakujdesinë totale të këmbësorëve ose të përdoruesve të rrugës, qofshin ta si në rastin konkret edhe me monopatinat ose këto mjetet e reja elektrike që kanë dalë tashmë në përdorim. Jemi të gjithë të rrezikuar, jo të jemi thjesht shkaktar, por të jemi dhe subjekte pra të dëmtuar nga aksidentet. Dhe në fakt, ajo që tha Dori është e vërtet, duhet bëjmë një apel shumë të madh për familjarët dhe ata që kanë fëmijë të mitur në moshat 10, 12, 13 vjeç, nuk mund të lihen këto mjete elektrike që të qarkullojnë në rrugë të cilat tani më në pikun e këtij sezoni edhe trafiku është tmerrsisht i shtuar, por nga ana tjetër dhe këta persona nuk kanë asnjë dëshmi aftësie për t'i drejtuar këto mjete, pasi një fëmijë i moshës 10 vjeç nuk mund të njohë sinjalistikën e rrugës, nuk mund të respektojë rregullat bazë të qarkullimit në rrugë. Por kjo sa i përket lëvizjes urbane, por problem i madh janë edhe akset interurbane. Ende dhe sot ne shikojmë njerëz që kacaviren përmes autostradës duke tentuar të kalojnë në këmbë nga njëra korsi në tjetrën dhe bëhet fjalë për distanca 16 apo 20 metër, të cilët jo vetëm e lën veten e tyre në mshirë të fatit, por i shkaktojnë probleme qofshin këto dhe me ligjin drejtuesit mjetit. Kështu që në këtë sens besoj që ende ka vend për sensibilizim dhe ende ka vend për t'u folur qytetarëve që të jenë tmerrsisht të kujdesshëm kur e përdorin rrugën, qofshin si këmbësor, qofshin si drejtues mjetesh. Po shija edhe faktikisht gjatë kohës që ti ishe duke folur Regjia po na ndihmonte edhe me pamjet edhe është e vërtet që teksa ishe kupton se kanë qenë shumë, pavarësisht se ne themi janë të njëjtat shifra ose pak më pak se vite më parë, janë shumë aksidente dhe nuk di se ku çalojmë ne, domethënë. Çalojmë tek shoferi dhe mos respektimi apo tek rrugët jo të mira. Domethënë çfarë të ndodh ty më shpesh të shohësh dhe të hasësh? Shiko, kur flasim për rrugët interurbane, kuptimin atyre ndërqytetase, janë probleme dhe rrugët. Një ndër gangrenat më të mëdha të qarkullimit është autostrada Tiranë-Durrës. Unë nuk e di, por duhet të jesh supermen dhe jo thjesht shofer që ta kalosh këtë aksin prej 40 kilometrash dhe mos të kryesh aksident. Është një rrugë totalisht e amortizuar, pa asnjë element sigurie, me njerëz që hidhen në mes autostradës nga momenti në moment, nuk ka mbikalime ku njerëzit në fakt edhe të kalojnë, por e çuditshme është që edhe aty ku janë mbikalimet, ti shikon njerëzit që të kalojnë në mes autostradës poshtë mbikalimit. Por sa i përket rrugëve të brendshme, rrugëve urbane, nuk mendoj që është problem sinjalistika dhe as standardi ose cilësia e keqe e rrugëve. Kur flasim për brenda qytetit, problem është pa dituria, pa përgjegjshmëria, ndonjëherë edhe pa durimi i drejtuesit të mjetit, por ndërkohë edhe i këmbësorëve që i kanë shpeshtuar këto aksidente. Në fakt, shiko, nuk është e vërtet që janë ulur shifrat. Ndoshta është e vërtet që shumicat prej tyre nuk kallëzohen ose nuk fillojnë procedime penale, sepse aksidente me pasoja në dëme materiale ka me 10 çdo ditë. Por jo gjithmonë këto aksidente pasqyrohen te numri total, sepse për aq kohë sa nuk ka të dëmtuar njerëz shëndet, ato nuk ndiqen penalisht. Nuk ndiqen penalisht. Po shoh edhe po bëj një përmbledhje faktikisht me qenë se i kam këtu të aksidenteve më të fundit të zhvilluara për të kuptuar pak a shumë mendimin tënde edhe se si mundet që ata fatmirësisht që nuk kanë lëndime shumë të rënda të fitojnë të drejtat e tyre në rrugë ligjore. Për shembull, aksidenti një ditë më parë ishte në Divjak, një aksident me pasojë fatkeqësisht këtu vdekje është shënuar dje, një 15 vjeçar ka ndruar jetë pasi u përplas nga një automjet. Janë këto pamjet e rënda.
I mituri po lëvizte me motociklet, ndërsa shoferi i automjetit, Rodrik Qela, u shoqërua në komisariat. Dalemi më pas tek rasti i Fierit, ku 2 automjete janë përplasur në aksin Fier-Cakran, duke lënë të plagosur 3 pasagjerë. Aksidentet tragjike të javës së kaluar i përkasin edhe Bulqizës, ku 2 makina u përplasën kokë më kokë, 2 persona të plagosur rënd. Në 3 qershor, një shofer pa patent aksidentoi dhe vrau një 59 vjeçar përpara se të largohej nga vendngjarja. Autoritetet identifikuan shpejt shoferin dhe vënë në kërkim. Në 1 qershor, aksident tragjik në Vlorë, viktim një 16 vjeçar. Në 27 maj, po të këtij viti, përplasje në aksin Korç-Pogradec, drejtuesi humbi kontrollin dhe u përplas me një objekt fatmirësisht pa fatalitete serioze. Shpesh të përfshirë në aksidente Ermal, drejtues pa dokumentacion, pa leje drejtimi, që bëjnë edhe shumë, po them, nuk do ndalesh atë mosha të rinj apo të vjetër, por shumë persona të humbasin jetën. Kur kemi të bëjmë me drejtues mjeti pa patent ose lejen e qarkullimit, këtu kemi të bëjmë me papërgjegjshmëri totale ndaj këtyre individëve dhe në fakt forca e ligjit ka rënduar kohët e fundit goxha mbi këta persona dhe në fakt e tillë duhet jetë. Ne kemi vepra penale që parashikojnë dënime deri në 10 apo 12 vjet në rastin e aksidentit, por këta që janë pa leje drejtimi është rasti më tipik i shkaktarit determinant të aksidentit. Dhe këtu pastaj ndalemi pak edhe te pjesa e shpërblimit ose të drejtës financiare që kanë personat e dëmtuar për të rikuperuar diçka nga dëmi që ka ardhur, por ndonjëherë dhe familjarët e tyre kur ata janë bërë viktima të këtij aksidenti. Në fakt, është një konglomerat dhe një rrugë e gjatë ligjore që duhet ndjekur derisa të trajtohesh me dëmin financiar. Por rëndom të kohët e fundit që nuk është shumë e thjesht për ta klasifikuar se kush është fajtori dhe kush është shkaktari, sepse keni parasysh atë çka thash më sipër. Ndonjëherë fajtorët kombinohen me njëri tjetrin kur janë veprimet ose mosveprimet e të dyja palëve që e sjellin aksidentin. Dhe në këtë fakt është pak më e vështirë për ta ndarë se kujt i takon dëmi financiar për t'u trajtuar. Por sipas ligjit, personat që dëmtohen nga aksidenti kanë drejtën të kërkojnë dëmin financiar nga kompanitë e sigurimit, por kur nuk kemi mjete të siguruara, këtë dëm e kërkojnë nga byroja kombëtare e sigurimit të mjeteve. Por çfarë masash merren, më fal, çfarë masash merren për dikë që ka aksidentuar një person tjetër dhe nuk ka leje drejtimi? E para njëherë edhe pa shkaktuar aksident. Drejtimi i mjetit pa leje drejtimi është vepër penale që dënohet deri në 3 vjet burg dhe ne tashmë e kemi kriminalizuar. Pra dhe sikur ti jesh në rrugën tënde të ndalon polici, sheh që s'ke patent, dënohesh. Është vepër penale, dhe bëhet arrestim në flagrancë me njerëzshëm. Pastaj nëse ky person që nuk ka leje drejtimi, por shkakton edhe aksident, atu kemi dispozitën tjetër që është shkelja e rregullave të qarkullimit me pasojë qofshin këto plagosje apo me humbjen e jetës dhe kjo është një vepër që ka goxha marrësh të rëndë. Dënimi shkon nga 2 deri në 10 apo dhe 12 vjet kur kemi më shumë se sa një viktim. Kështu që në këtë sens, nëse drejtuesi është dhe pa leje drejtimi, por shkakton dhe aksident, do përgjigjet për të dyja penalisht. Do përgjigjet për të dyja penalisht. Ku ta kërkoj të drejtën një person i cili ka psuar aksident sepse një tjetër i ka rënë makinës së tij. Pra, jemi në kuadër aksidenti, jo lëndimi apo ndarje jete. Duhet ta kuptojmë, se thash, jo të gjitha ndiqen penalisht. Nëse dëmet janë vetëm materialet e automjetet dhe vlera e tyre është deri në 30.000 lekë të reja, këtu nuk kemi të bëjmë me çështje penale. Këtu dakordësia ose zgjidhja e situatës bëhet mes drejtuesve të mjeteve dhe kompanisë tyre të sigurimit. Nëse dëmi është më i madh se 30.000 lekë, atëherë patjetër që kjo ndoshta nuk do zgjidhet më aty me marrëveshje, por do referohet si vepër në prokurori dhe më mbrapa do jepet një zgjidhje ligjore. Nëse pastaj përveç se dëmit kemi dhe pasoja në shëndet, duhet të dimë diçka. Jo çdo aksident me dëme në shëndet është vepër penale. Ligji jon ka parashikuar që të ketë vepër penale duhet të jenë 2 ose më shumë të plagosur lehtë dhe 1 e më shumë pastaj të plagosur rënd apo viktima. Por nëse kemi një aksident nga i cili ka ngelur vetëm një person i plagosur lehtë, këtu nuk ka vepër penale sipas ligjit. A mundet ta zgjidhin 2 persona të gjithë situatën vetëm me praninë e policit? Po, patjetër, për dëmet cilat janë deri në 30.000 lekë, mbahet një proces verbal konstatimi nga punojësi i policisë dhe aty merret edhe mendimi ose zgjidhja me marrëveshje e palëve. Por mund të ndodhi që edhe për dëme me 30.000 lekë palët mos të bien dakord, atëherë do fillojnë procese gjyqësore civile kundrejt kompanive të sigurimit mjeteve të tyre. E fundit, kur kemi të bëjmë me fëmijë, siç është rasti i ditës së sotshme, si procedohen?
Tani këtu komplikohet pak situata. E para njëherë me aq sa u tha, pa dashur që të paragjykojmë njeri, u duk sikur të tre të miturit kanë kaluar me semafor të kuq. Dhe në këtë rast, patjetër që shkaktari determinant i ndodhjes së aksidentit janë ata. Por këtu komplikohet situata sepse drejtuesi i mjetit kujt do t'ja kërkoj shpërblimin, sepse monopatet janë mjete të pasiguruara dhe përrjedhoj as buroja kombëtare e sigurimit nuk të dëm shpërblen. Kështu që ka nevojë patjetër për një rregullim në ligj, sepse në këtë rast ai zotëria që ka qenë me makinë ka pasur dhe dëme materiale. Dhe i bie tani atij barra që të paguaj vet ose kompania e tij të paguajë dëmet e tij materiale, sepse në këtë rast nuk mund të padisësh as të miturit, por as familjarët e tyre, sepse monopartinat nuk janë mjete që sigurohen. Por sa i përket përgjegjësisë penale, nëse personat me monopatin ka qenë nga 16 e sipër, ata kanë të drejtë ose detyrim dhe mund të ndiqen penalisht. Nëse ata kanë qenë poshtë të 16-ave, ata nuk mund të ndjekësh as penalisht. Qartë, Ermal, faleminderit shumë për gjithë informacionet. Përshëndes, faleminderit. Shumë shkurt një javësir publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Vrulli i turistëve i nisur nga ky fillim viti duket se është ngadalësuar. Pra, në rast se flisnim në janar, shkurt e mars për shifra turistësh në rritje, nga maj, që duhej, domosdoshmërisht ishte dhe kulmi i turistëve, duket se ka pësuar një lloj ngadalësimi. Këtë e thot Instat, po faktikisht për të kuptuar ndoshta arsye, ndoshta nëse është e vërtetë apo jo, dhe të gjitha çfarë mund ta kenë shkaktuar diçka të tillë, do doja që të shkonim në dy lidhje direkte, në dy pika kyçe, siç janë Durrësi e Vlora, që besoj unë janë kryefjalë në muajt e verës, për të kuptuar se sa po ndjehet e përjetohet, qoftë nga gazetarët tanë, Vali Qyrfyçi e Mikel Marsi, po ashtu edhe nga mënyra se si perceptohet në qytetet përkatëse. Shkoj fillimisht tek Vali, Mirdita, si është situata në Durrës, si do ta përshkruajë ti, Vali? Mirdita Sidorel, në fakt situata në Durrës është mjaft pozitive, grupe turistësh të organizuar, por edhe të ardhur në mënyrë individuale i gjen nga do në rrugët e qytetit, por edhe në plazh. Unë aktualisht ndodhem në plazhin e madh të Durrësit, në sektorët e parë të tij, dhe siç mund ta shihni ka lëvizje pushuesish turistësh. Pra, duket si një sezon normal dhe i suksesshëm, por nga kontakti që unë kam me operatorët turistik në Durrës, pritet një ngadalësim në muajt e verës, në muaj në vazhdim, veçanërisht për sa i përket turistëve izraelit. Agjencitë izraelite, të cilat këtë vit kishin rezervuar mjaft hotele në Durrës, kanë njoftuar anullimin e këtyre rezervimeve për shkak të situatës konfliktit Iran-Izrael, i cili është përshkallëzuar këto kohët e fundit. Madje ka operator turistik që deklarojnë se jo vetëm turistët izraelit kanë anulluar ardhjen e tyre për pushime në Durrës, por edhe nga agjencitë të tjera, siç janë agjencitë polake, ka një lloj pasigurie dhe lënie të hapur të këtyre rezervimeve të bëra muaj më parë. Ajo që i bën të pasigurt është pikërisht për shkallëzimi i konfliktit i luftës Iran-Izrael, e cila po vazhdon me ritme intensive dhe nuk dihet ende se cila do të jetë vazhdimësia e saj, dhe direkt po ndikon në sezonin turistik në Durrës. Por deri tani situata duket e qetë. Më pas vetë operatorët turistik në Durrës deklarojnë se për te këtij konflikti që do të ketë ndikim në sezonin turistik, ka të tjera agjenci që janë teje të interesuara, agjenci angleze për shembull apo franceze që pritet të mbërrin me chartera në Durrës, janë flukse të reja turistike tashmë të organizuara, jo thjesht në mënyrë spontane, të ardhur individualisht. Pra, është një situatë pozitive, ndërkohë edhe kroçerat nuk mungojnë. Vali, përpara se të falenderoj, më shpjego pak tani këtë rastin e lajmit të fundit për kroçerën. Për çfarë bëhet fjalë? Është një lajm vërtet shumë pozitiv, sepse një kroçere aventurës dhe eksplorimit, pikërisht National Geographic Orion, ka mbërritur
mëngjesin e sotëm në portin detar të Durrësit me 108 turistë amerikan që janë turistë që e duan aventurën. Është hera e parë që prek portet shqiptare, ka qenë në Sarand në ndalesën e parë për portet shqiptare dhe sot në Durrës, dhe nga kontakti që ne kemi me kapitenerinë e portit detar të Durrësit, por edhe me vetë kapitenin e kësaj crociere, kjo nuk do t'jetë ndalesa e parë, pasi do t'ketë edhe 5 prekje të tjera gjatë këtij viti. Është një lajm fantastik, kështu konsiderohet të paktën nga autoriteti portual i Durrësit, dhe kjo crociere fut tashmë vendin tonë në itinerarin e saj të zakonshëm dhe do të ketë edhe ardhje të tjera përveç këtij viti edhe vitin e ardhshëm. Një lajm fantastik që tregon se turizmi do të vazhdojë. Interesante, edhe shumë e bukur që është futur si pjesë e itinerarit të gjithë rrugtimit që bën crociera faktikisht. Faleminderit shumë Vali, edhe për lajmin e bukur që ndave me ne, po edhe për krahasimin apo dhe për fshirjen e luftës. Është shumë interesante, mund të jetë kjo një nga arsyet. Mikel, nuk di nëse operatorët në Vlorë të kanë treguar për qofshin këto anulime, rezervimesh nga të huaj për shkak të luftës apo diçka tjetër. Si është situata në Vlorë? Si Dorela, të përshëndes, në fakt tua ta nisë nga ajo që nisë dhe ju në fillim, që nga muaj janar, pra nga stina e dimrit, edhe deri në këto momente që flasim, në qytetin e Vlorës ka pasur fluks të shtuar si pas operatorëve turistik, kryesisht në zonat, flasim për sezonin e dimrit, ku grupe turistësh janë të interesuar të vizitojnë qytetin e Vlorës, kryesisht për zonat turistike dhe arkeologjike që ofron qyteti i Vlorës. Ndërsa në sezonin që ndodhemi aktualisht në sezonin e verës, ne kemi takuar disa herë operatorë turistik si në qytetin e Vlorës, në Himar apo edhe në Sarand, të cilët janë shprehur që në muajin maj dhe qershor, ku ndodhemi aktualisht, ka pasur një rritje të fluksit të kërkesave dhe prenotime gati në 10 deri në 15% të hoteleve. Po ashtu edhe menaxherët apo dhe recepcionistët e hoteleve janë shprehur se prenotimet kryesisht në fundjavë janë pothuajse full në disa hotele që ne kemi pyetur. Në fakt, ne presim edhe muajin korrik edhe gush që dihet që janë 2 muaj të cilët kanë edhe bumin e ardhjes së turistëve nga e gjithë bota, ashtu siç thonë edhe operatorët turistik, ata që bien në sy për këtë vit janë turistët nga Franca, Gjermania kryesisht, por edhe italian, pastaj janë edhe pjesa e nordikëve që nga Norvegjia, Suedia apo dhe zonat e Azis, të cilët janë prezent dhe kanë prenotuar në hotelet e qytetit të Vlorës. Dhe sipas operatorëve turistik pritet një bum turistik për këtë periudhë, pra ne jemi në muajin qershor i cili ka 10 dhe në 15% duke bërë një krahasim me vitin e kaluar, ndërsa në muajt korrik edhe gush pritet të ketë gati 20 deri në 20% të prenotimeve, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar. Dhe ajo, siç e thash dhe në fillim, është turistët e Francës, të cilët janë ata që mbizotrojnë këtë vit në qytetin e Vlorës. Faleminderit shumë Mikel për gjithë sqarimin. Të përshëndes. Do doja faktikisht ta vijoja këtë tematik me Fiorida Zani, agente turistike. Faleminderit shumë që je me mua, teksa gjithashtu do doja të përshëndesja edhe Damilën, gazetare ekonomie, Damila Leka, që do të na tregoj nëse janë çmimet e larta arsyeja që na janë larguar turistët. Po fillimisht përpara se të vi tek ti Damila, dua të pyes pak Fiorin dhe të më shpjegoj nëse ka rënje të prenotimeve në Shqipëri apo jo nga të huajt. Atëherë, rënje nuk do thosha që ka, rritja duket, është një rritje e lehtë, siç tha dhe kolegu, rreth 10% e turistëve deri tani janë rritur nga viti i shkuar. Shpresojmë sepse muajt e fluksit janë muajt korrik edhe muaj gusht, por muaj gusht dhe presim domethënë në fund të sezonit që t'i vlerësojmë këto shifra janë reale apo jo, domethënë. Nëse janë reale apo jo. Në krahasim me një vit më parë, ti i sheh njësoj apo kanë ndryshim? Atëherë, për çmimet nuk do të them që janë rritur, sepse pjesa e hotelerisë bëri një gabim vitin e shkuar dhe i rriti goxha në masë çmimet. Çmimet janë normale, janë rritur paralelisht me gjithë çmimet që janë rritur produktet bazë dhe gjithashtu edhe çmimet e hoteleve dhe të tjerëve. Dhe çmimet e tjera janë rritur, kështu që nuk ka pas në një ndikim të madh thua ekonomia. Damila,
edhe ti kështu e sheh, ekonomia mund të ketë ndryshuar, do me thënë, situata e çmimeve mund të ketë ndryshuar qasjen e turistëve ndaj Shqipërisë, apo do ta lidhje më shumë me atë që më tha kolegja më herët, Vali, që po shpjegonte se janë tërhequr turistët izraelit? Në fakt, për turistët e huaj, Shqipëria cilësohet si një vend që pushohet lirë dhe pushohet mirë. Çështja e çmimeve në Shqipëri nuk është problem turistët e huaj, që do të thotë për të gjithë ata turistë që vinë nga Amerika, që vinë nga Europa lindore, eurore, Shqipëria nuk mund të jetë një vend i cili pushohet shtrejt. Pra, për turistët e huaj, Shqipëria është një nga ato destinacione turistike të cilat pushohet shumë mirë, kalon pushime shumë të mira për sa i përket buxheteve dhe nga ana tjetër për sa i përket kostave që mund të hasin gjatë periudhës së pushimeve. Por unë do vlerësoj faktin çmimet në Shqipëri janë për pushuesit vendor, që do të thotë për një pushues është nga Vlora dhe të shkojë në Borë, në Jemar apo në Bregdetin e Jugut, është një kosto e lartë për pushuesit vendor. Por për pushuesit e jashtëm nuk e shoh që Shqipëria është një nga ato vendet apo nga ato destinacione turistike në të cilat shtrenjtë apo kanë kosto të lartë pushimet. Pra, çmimet në Shqipëri janë të përballueshme për të gjithë ata turistë pra nga pohimet që ne kemi parë her pas here dhe shoh edhe në lajm apo në të gjitha informacionet dhe raportimet që ne kemi dhënë gjatë punës tonë. Por doa dhe më Shqipërinë mund të duket shpenjt ju ku shqiptarët, pra për turistët të vendit. Okej. Po. Për sa i përket fluxeve turistike të cilat mund të ketë. Shiko, Damila, një moment, se unë të dëgjoj pak me shkëputje dhe më kumbon pak zëryt. Sa të rregullohet me regjin, do rikthehem tek ti përsëri. Që ta pyes pak edhe Fioridën. Fiorit, cilat janë destinacionet në Shqipëri që preferohen më shumë nga të huajt? Pra, tani në këtë periudhë që flasim në verë, se pak a shumë arrita kuptoj që në dimër nuk është se janë të njëjtat. Pra, përveç Tiranës, që kudo ku kalojmë shohim që ka turist, çfarë pëlqehet tjetër? Atëherë, të huajt preferojnë shumë malet e larta, vizitojnë në Shqipëri, veriun e Shqipërisë e preferojnë dhe patjetër bëhet një 3-4 ditë vizitë, sidomos në Lumen e Shalës, në Thet, në Valbon, Lugina Valbonës, janë shumë të preferuara nga turistët e huaj dhe vlerësohet shumë. Tani me infrastrukturën që në çon në çdo cep të Shqipërisë, kjo e ka lehtësuar dhe shpërndarjen e turistëve, domethënë në gjithë Shqipërinë. Patjetër jugu i Shqipërisë është i preferuar gjatë verës, sepse ke për të eksploruar, domethënë si në rrugë toksore, si malet, si pjesën e historisë, patjetër edhe Bregdetin me gjërat e bukura dhe të shumta që ofron Shqipëria, që mund të vizitojnë turistët e huaj. Që mund të vizitojnë turistët e huaj. Neve, që normalisht janë me çmime shumë më të lira se edhe Greqia. Nga cili shtet na vinë më shumë turist? Atëherë Europa kryeson, domethënë pjesën më të madhe, nuk është se kemi turistë domethënë nga gjithë Europa, gjerman, francez, spanjollët janë rritur vitet e fundit. Pastaj po vinë edhe nga pjesa e Arabisë Saudite, që vinë me chartera 2 herë në javë, që kjo po rritet patjetër, nuk ngelet pas edhe Amerika dhe vendet më të largëta. E qartë. Damila, a shpenzojnë turistët në Shqipëri? Në fakt, kjo është çështje tjetër diskutuar, sepse ne kemi 12 turistëve të paktën dhe nëse duam që të shohim dhe në sheshet kryesore të qyteteve turistike apo dhe të vetë Tiranës, shohim ata turistë të cilët vinë me guida, ata turistë të cilët vinë të shoqëruar dhe janë grupe, pra këto kryesisht futen ata turistë të cilët nuk preferojnë të shpenzojnë shumë, pra preferojnë që të kalojnë pushime të lira, pavarësisht se Shqipëria është një nga ato vende që ta ofron këtë gjë. Por nga ana tjetër kemi edhe nga ata turistë të cilët janë shtuar në fakt që duan të shpenzojnë, pra të kalojnë pushime luksi, nëse mund të konsiderojnë të tilla, sepse nuk e dim nëse ne vërtet ofrojmë ose më saktë kemi ato resorte të cilat ofrojnë pushime elitare, pra disa brande ndërkombëtare të resorteve tashmë janë pjesë edhe të strukturave hoteliere në Shqipëri, por
këtu doja diskutoja edhe faktin tjetër që kemi edhe nga ata turistë të cilët kanë shtuar vizitat në Shqipëri, të cilët duan të shpenzojnë dhe të kalojnë pushime, nëse mund t'i konsiderojnë luksi apo nëse mund të. A kemi ne Damila turistë që vinë më shumë se një herë? Në fakt, ne na mungojnë statistikat për këtë gjë. Instancat përkatëse nuk i kanë të gjitha statistikat për sa i përket turistëve që na rikthehen. Kjo është një nga ato diskutimet që ne her pas here kemi ngritur zërin dhe për të pasur disa statistika të sakta, por dikur ka qenë një nga ato margjet e rikthimit, nëse mund ta konsideroj të tillë, që 1 në 10 turistë riktheheshin në Shqipëri, por aktualisht ne na nuk kemi statistikat të sakta për të gjithë ata turistë që rikthehen, apo qofshin dhe ata turistë të cilët sugjerojnë Shqipërinë te një mik apo te një afërm i tyre për ta vizituar Shqipërinë. Në fakt kam pasur disa biseda me disa të huaj në Tiranë, të cilët po më kërkonin në fakt për të vizituar Kalan, pjesën e pedonales në Tiranë, dhe për të shpirë diçka në të gjithë ato strukturat e shërbimeve tek pjesa e Kalas, dhe në bisedë sipër i pyes nëse ku e mësuan Shqipërinë për ta vizituar a më tepër Tiranën, dhe ishte pikërisht nga ata turistë të cilët ishin qenë dhe kanë folur për këtë. Po, dhe ishin pjesë e sugjerimeve të miqve të tyre. Pra, kjo është një nga ato indicje pra që është mirë dhe të flitet, që ta shtysh dikë të shkoj të vizitoj një vend. Ai është promovimi më i mirë, mendoj unë, që është turistët që ngelen të kënaqur, patjetër që besoj që 99.9% ngelen të kënaqur në Shqipëri, sepse presin shumë pak nga Shqipëria dhe marrin goxha, sepse kur vinë këtu shohin Tiranën që deri diku e krahasojnë me një kryeqytet evropian. Pastaj patjetër ushqimin ne kemi ngelet akoma autentik, një nga gjërat më të mira që kemi, klimën shumë të mirë që kemi 4 stinët që në rrallë herë kanë përveç se shteteve të Ballkanit, domethënë shtetet e tjera që mund t'i shfrytëzosh të 4 stinët, patjetër dhe çmimet e lira për to. Jo për vendasit, se për vendasit ndoshta janë rritur disi pak çmime, duke u rritur çmimet përgjithsisht siç thash më përpara. Mendoj, po kemi edhe turistë nga ato që vinë edhe për herë të dytë, për herë të tretë, edhe duan të vinë sërish. Patjetër që nuk vinë vit mbas viti, vinë një herë në 4 ose 5 vjet për ta vizituar të pjesë të Shqipërisë që nuk kanë vizituar më përpara, kur kanë ardhur herën e parë, doja të shtoja. Kanë ardhur herën e parë. Tani, vajza, qëndroni me mua, një aftësirë shumë e shkurtër publicitare, do kthehemi bashkë, do na bashkohet dhe Enri Jahaj, kryetari i shoqatës për baret dhe restorantet. Dhe të na shpjegojë nëse realisht janë turistët të cilët vizitojnë Tiranën në numër më të lartë në krahasim me qytetet e tjera, turistë të pasur apo turistë që shpenzojnë pak, pas pak. Do të vijmë të flasim për turizmin, Enri Jahaj na është bashkuar në bisedë. Enri, të përshëndes, është kënaqësi, mirëdita. Mirëdita, si jeni? Tani do të flasim pak për turistët e Tiranës, turistët e kryeqytetit që duket se janë të shumë, domethënë i shohim kudo. Faktikisht grupe njerëzish të shoqëruar që shohin bukuritë e Tiranës. Më thuaj pak, për çfarë turistësh bëhet fjalë? Turistë që shpenzojnë apo turistë që paguajnë pak? Nga shifrat e fundit të Instatit, është një shifër shumë e vogël rritje e këtyre turistëve, që do të thotë janë turistë kryesisht që nuk shpenzojnë dhe turistë që janë shumë të kujdesshëm për sa i përket çmimeve. Pasi jo më lart se dje, dikush më pyeti shikoj po vjet rreth tendencë që shumica e bar restoranteve kanë nxjerrë menut jashtë që të jenë transparent për sa i përket çmimeve. Që do të thotë janë gjenerata e re e turistëve që janë shumë kujdesshëm për çfarë që do shpenzojnë dhe si duan ta shpenzojnë. Okej, është interesante. Na shpjego pak të metodën e të vendosurit menun jashtë, sepse në vende të ndryshme të Europës e shohim shpesh. Në Shqipëri pak. Jo, në Shqipëri ka filluar rëndom tashmë, bëhet sepse neve kemi qef edhe pjesën le ta quajmë elektronike, kështu që bëhet edhe nëpërmjet sistemit QR. Bëhet nëpërmjet edhe menuve digjitale, por njëkohësisht bëhet edhe nëpërmjet këtyre tabelave të famshme. Pra kjo bëhet në mënyrë që turisti ta shohë që tek dera nëse do të ulet në këtë restorant ose jo. Eksakt. Që turisti të zgjedhë dhe të ketë drejtë zgjedhje. Është siç e kemi bërë edhe neve që kemi qenë turistë kudo, që sipas buxhetit që neve kemi vënë, të përzgjedhim llojin e restorantit apo të barit që duam të konsumojmë. A jemi ne
vendi 1 në Shqipëri, pra Tirana për turista, sipas teje? Besoj që po, pasi Tirana është ajo që ofron shërbimet më të mira. Do të thënë, neve në pjesët dërmuese jashtë Tiranës ende s'kemi kuptuar pjesën e shërbimit. Pjesën do të thënë, një bar restorant nuk kupton që vlera e shtuar e tij që ofron turistit nuk është pjata, është shërbimi, është si ja ofron, si ja shet të pjatë apo këtë pije. Do të thënë, jemi në pakende dhe sidomos duke qenë që shumica dërmuese e bar restoracioneve dhe plazheve janë në biznese familjare, e marrin dhe pastaj si diçka e lidhin me diçka personale. Dhe këtu pastaj lidhin ato konfliktet që i shohim në shumë të rasteve. E kuptoj qartë. Ne duhet të kalojmë në nivelin industrial, ne duhet të kalojmë në nivelin e biznesit, dhe duhet të kalojmë në nivelin që si shkohet atje? Atje shkohet nëpërmjet edhe shkollave, po edhe nëpërmjet trajnimeve. Atje shkohet nëpërmjet duke parë botën që ka biznese familjare, por që janë me brezin e dytë, të tretë e tjerë. Dhe i inkurajoj të gjithë ata që kanë hapur bar restoracion, hotele, të brezin e dytë, në qoftë se duan t'i futen kësaj fushë, ta marrin dhe ta shkollojnë në këtë fushë. Enri, ti i njeh shumë mirë baret dhe restorantet në Shqipëri, konkretisht në Tiranë akoma më shumë dhe je drejtuesi kësaj shoqate. Ne çalojmë tek pagesa që i japim personave të cilët kryejnë shërbimin apo tek shërbimi, ne nuk dim të shërbejmë. Ku e kemi problemin? Ne çalojmë të dyja, ne çalojmë që të marrëdhënia, na çalon marrëdhënia punëdhënës punëmarrës, që nuk bëhet e sakt, që do të thotë nuk ka rregulla të qarta loje. Si për njërin dhe për tjetrin. Kush janë detyrat e punëdhënësit, kush janë detyrat e punëmarrësit. Si do procedohet me pagesat, si do të jenë të ndara këto pagesa, si do jetë mbajtja në rastin e dëmtimeve. Neve të kjo pjesë do çedojmë. Dhe pastaj kuptohet që duke çeduar kjo lloj që është aja e një marrëdhënie, fillon pastaj edhe kamarieri apo kushdo tjetër punëmarrësi fillon të mos jetë korrekt, dhe nga ana tjetër punëdhënësi fillon mos jetë korrekt. Që thotë është një marrëdhënia është le ta quajmë e kalbur që në gjenezë. Nëse kjo marrëdhënie do të ishte e mirë përcaktuar, nuk do të kishte probleme. Pasi unë mendoj që ne me pagesat jemi njësoj me vendet e rajonit. Damina, një kamarier Më ndryri pak të kjo pjesa pagesës që thot Enri, jemi njësoj me vendet e tjera të rajonit, a paguhet, më shpjego pak si është çështja ekonomike në krahasim me vendet e tjera? Në fakt edhe nga njoftimet që ne shohim, një kamarier në jug mund të marrë pagë mujore 800 deri në 1000 euro, duke qenë se dhe drejtoria e përgjithshme e tatimeve së fundmi ka nisur dhe këtë, nëse mund ta konsiderojmë si aksion ku do të ka vendosur disa çmime, paga indikative për të gjithë strukturat të shërbimeve, pra flasim nga hotelet, restorantet e të tjerë, për duke nisur që nga e një punonjësi i cili është roje i parkimit, të sanitarëve, të kamarierëve, dimës kamarierëve, shefave të kuzhinës, të cilët do të kenë paga indikative dhe në rast se këto paga nuk do të rezultojnë të sakta, pra nëse është vendosur që një pagë për kamarierët. Po, nëse një pagë për një kamarier nga 800 deri në 1000 varet nga strukturat e shërbimeve të cilat mund të vendosin këto paga, nuk do të rezultojnë paga të sakta, atëherë do të ndërhyjë drejtoria e përgjithshme e tatimeve për të bërë një verifikim dhe për ta formalizuar tregun. Pse ndodh kjo? Sepse gjithë sektori, pra duke nisur që nga sanitarët, që nga kamarierët, gjithë sektori i strukturave akomoduese, pra të gjithë sektori shërbimeve, her pas here, pra në periudhën, nëse mund ta marrim nga periudha mars deri në periudhën prill, maj, të cilët bëhen gati për sezonin, pra për pritjen e flukseve turistike, hasin gjithmonë vështirësi për sa i përket të gjithë punonjësve, duke nisur, siç e përmenda më parë, që nga sanitarët, nga kamarierët, kuzhinierët. Por nga ana tjetër ndodh që kemi parë një gjë interesante në fakt që dhe të gjithë ata punonjës të cilët gjatë dimrit mund të punojnë në Tiranë, në lokale, bare apo restorante, Eneri mund të ma pohoj këtë gjë që zhvendosen drejt jugut. Pse ndodh kjo? Për faktin se në jug paguhen më shumë. Po mirë se, shiko,
këtu, Enri, po të jap një përgjigje, pastaj Enri sigurisht do të japë një përgjigje edhe më eksperti se i një situatën. Tani është normale që në jug do paguhen më shumë. Para rritet fluksi, se normalisht në dimër në jug nuk kanë që të shkojnë aq shumë kamarierë, dhe dyta në verë është edhe puna më e madhe, më thuaj Enri. Ndërkohë, të bëj një rezume. Mund të duken pagesa më të larta, por janë orët e punës më të larta. Që do të thotë, po të marrim se neve këtë nuk kuptojmë, kushdo nga punë marsit në Shqipëri nuk e vë veten të marrit dhe të shohë sa paguhet për orë. Neve kur bëjmë kalkulimet, o duam të bëjmë vjetore të shpenzimeve dhe rrogën e llogarisim mujore, ose pastaj kalojmë në anën tjetër që duam të llogarisim pjesën e le ta quajmë të rrogës mujore, dhe ndërkohë pastaj e shohim që rroga është shumë e lartë në krahasim me orët e punës. Dhe nuk kuptojmë të trukun e madh, që nëse ti punon 12 orë dhe paguhesh 800 apo 1000 euro, dhe punon 8 orë dhe paguhesh 800 euro, kur paguhesh 800 euro. Ti Enri thua që pagesa është e mirë. Pra nëse e krahason me rajonin, në gjithmonë. Me rajonin, unë do them që neve rrogat i kemi standardizuar. Do të them, po shkojmë drejt aty. Po të shikojmë sot, Greqia është në krizë për punonjës në agrikulturë, pikërisht sepse shqiptarët që punonin dikur atje janë larguar dhe kanë shkuar drejt veriut të Europës, sepse marrin pagesa 2-3 fish më të larta dhe nuk i intereson më të punojnë në Greqi. E njëjta gjë po ndodhe me neve. Okej, për të kaluar pak te Fiori, se dua të kuptoj sa e preferojnë turistët Tiranën. Fiori, është e vërtet që Tirana është një destinacion kyç kur bëhet fjalë për vendet tona të rajonit, pra numri turistëve është rritur në krahasim, domethënë me vitet e kaluara e të tjerë detaje që unë po i shija tani edhe në rrjetet sociale. Po është e vërtet, është rritur dhe ka nga ato turistë që destinacionin kryesor, do me thënë po shohim që fundjavat, sidomos nga grupet e turistëve nordik, vijnë fundjavave duke ofruar linja direkte që vijnë nga Malmö, nga Stockholmi, nga Oslo, ato vinë të premten dhe ikin të hënën dhe shohim shumë grupe të rinj që vinë vetëm për të vizituar Tiranën. Patjetër që në këtë 3-4 ditë që ato vizitojnë edhe një qytet tjetër, ose 2 Krujën ose Durrësin, këto qytetet që janë afër, po ato vinë kryesisht për Tiranën, për të vizituar Tiranën dhe për të parë jetën dhe i pëlqen, besoj, dhe jeta e natës këtu në Shqipëri. Duke qenë se kam Enrin edhe duhet kuptoj pak se çfarë i thon drejtuesit e lokaleve dhe bareve, se tani aty drejtohen të gjithë turistët, janë të kënaqur me fluksin në kryeqytet, se shumë është rritur. Është rritur, por është rritur shumë edhe numri i bar-restoranteve të hapura. Që do të thotë, nuk kemi më një, le ta quajmë një fluks karshi destinacioneve të caktuara, pasi është rritur shumë edhe konkurenca ndërmjet llojit dhe teknikisht janë aty. Kështu që do pritet që të ketë një... Çfarë pëlqejnë më shumë turistët nga Tirana? Jam kurioze, po ju bëj një pyetje të treve. E vazhdoj me Enrin dhe pastaj tek vajzat. Të gjithë turistët duan të kenë vibe-in çfarë ofron Shqipëria, qoftë në kulinari, qoftë në jetë sociale, aktivitete tjera, çfarë kush është oferta jonë. Pasi një turist që vjen nga Italia, unë kësaj referojmë gjithmonë, pitën dhe pastën ai e han në Itali shumë herë më mirë se ta hajë në Shqipëri. Pse duhet ta provojë në Shqipëri? Pse preferojnë Shqipërinë, do doja unë të dija? Shqipëria sepse është një destinacion ende i lirë. Pavarësisht se ne na duket sikur ne në ofertën tonë kulinare jemi të shtrenjtë, nuk jemi të shtrenjtë në krahasim me rajonin, jemi ende të lirë. Shpresoj të kemi ende mundësinë që ta mbajmë të ritëm dhe të frenojmë pak rritjen e çmimeve, sepse kjo gjithmonë varet nga ne, janë shumë faktorët. Por uroj që edhe për një 5 vjeçar të jemi në të njëjtin standard të çmimesh. Nëse ne do rrisim çmimet dhe do kujtojmë që e kemi fituar, do shkojmë drejt nivelit Kroacisë, që sot është i është kthyer në një bumerang rritja e çmimeve. Kuptoj. Pra, ti thua që ne i kemi bukuritë natyrore, po duhet të vazhdojmë të ruajmë këtë lloj ritmi në mënyrë që të vazhdojmë të tërheqim turistë siç po bëjmë. Patjetër, ai turisti masiv që vjen këtu te ne, kuptohet, ai do sjellin nesër pas nesër edhe turist, le ta quajmë elitar, por këta elitat kanë ku shkojnë në momentin sepse këta nuk vinë vetëm për të parë bukurinë natyrore. Këta vinë për të marrë shërbim kryesisht. Kuptoj. Vëgjë që ne në ABC-n e shërbimeve jemi ende larg. Po. Mendoj që ende duhet jemi të rrim tek këta turistë, të marrim ç'të marrim nga këta dhe të rritemi gradualisht.
sepse edhe neve na duhet ky mësimi apo kjo shkolla, le ta quajmë kështu, kjo praktik e bërë në kurriz të këtyre turizmeve masiv, që edhe ne të standardizojmë shërbimin ton dhe pastaj të shkojmë të ofrojmë një shërbim më cilësor. Fjori, çfarë pëlqen? Shkallë e gjithë gjëja. Fjori, çfarë pëlqejnë turistët nga Shqipëria? Patjetër objektet dhe sajtet historike dhe kulturore, që kemi disa, kemi 3 vendet mbrojtur nga UNESCO. Malet i preferojnë shumë, sidomos Europa qendrore dhe Europa lindore, patjetër dhe një pjesë e Europës perëndimore që duan të eksplorojnë malet e larta të Shqipërisë, po ndonjëherë na duhet edhe që të kemi pak kujdes me këto turistë, sepse jo kudo ka informacione ose shtigjet janë gjithë malet që kemi dhe na duhet informacion për këto turistë paraprakisht për mos të ndodhur fatkeqësi, domethënë. Patjetër Shqipëria ofron shumë, ushqimi, kulinaria është një nga gjërat kryesore që ne ofrojmë dhe shpresojmë ta ruajmë disi. Patjetër dhe mikpritja nuk ngelet mbrapa, që e vlerësojnë, domethënë se ne kur na pyet një huaj, edhe po mos të dinë anglisht dhe kapin për dorë, do të them nerë ke vendi që të gjejnë destinacionin ose gjën që kërkojnë. Sepse ka një anekdotë që gjithë popujt i këndojnë gjërave që s'kan. Që do thotë afrikanët i këndojnë gjithmonë ujit që s'kan. Neve i kemi kënduar gjithmonë besës, mikpritjes e tjetër. Tu ka të drejtë Fjori, se na ka ndodhur shumë shpesh tani të shoqërojmë ta turistët kur kërkojnë ndonjë destinacion, ndonjë muze. Dakor, po nuk kemi kjo gjë ndodhur ndonë. E di ku e kemi problemin e di ku e kemi problemin na. E kemi tek fakti që me tuaj cillimi pak më mirë se me njëri tjetrin. Tani jam në fund, do pyes pak edhe Damilën. Damila, çfarë preferojnë më shumë? Këto zonat që ne kemi më të lira, apo duan të shohin vërtet historinë, malet, detet? Në fakt, jo më larg se 2 javë, kam bërë një reportazh për televizionin ku punoj, për televizionin Skan, dhe kam qenë drejt rrugës së re të Shëngjinit, që do të thotë, ishte një rrugë që unë nuk kisha shkuar asnjëherë, thjesht ishte puna që më çoi atje. Në fakt, atje nuk kam parë asnjë shqiptar të vetëm përveç meje dhe grupit të xhirimit. Atje ishin të gjithë të huaj, ishin të gjithë me motorra të cilët janë për sportet ekstreme, nga ana tjetër kishte dhe nga ata turistë të huaj të cilët ishin me disa mini fugona të vegjël, po që ishin gjerman kryesisht, dhe nga ana tjetër kishte dhe ata turistë që vinin me kampera me vete, pra ishin këto lloj kategorie. Po ashtu isha edhe në Koman, po i njëjta situatë. Shumë pak shqiptar kanë parë. Çfarë pyesin më shumë turistët? Më fal? Çfarë pyesin më shumë? Çfarë kanë më shumë interes të dinë, të njohin, shohin, kuptojnë? E para kanë qenë vendet malore të Shqipërisë, me gjitha ata turistë që unë kam pasur mundësi të komunikoja, donin që bukuritë përallore të veriut të Shqipërisë janë të pakrahasueshme me vendet e rajonit. Ne kemi këtë të mirë që kemi dhe turizëm malor, njëkohësisht dhe turizëm detar dhe jo vetëm. Nga ana tjetër, një rritje e numrit të turistëve të cilët duan të vizitojnë sitet kulturore, kalat të Shqipërisë, duke nisur që nga Shkodra e në jug. Nga ana tjetër kemi dhe ata turistë të cilët duan që kemi në fakt edhe një shtim të numrit të turistëve të cilët vinë për kulinarinë shqiptare. Ne hasemi çdo ditë me këtë lloj kategorie të turistëve, të cilët janë në rritje sipër për sa i përket kulinarisë shqiptare, që do të thotë, mjafton të shohim dhe në strukturat agroturistike, në bujtina apo në agroturizme të ndryshme. Pra ka një lloj shije të ndryshme. Ti thua që ka nga ata që preferojnë shumë ushqimin, ka nga ata që duan të shohin histori, muze të tjerë, ka nga ata që duan të shohin pastaj bukuritë natyrore, qofshin ato malore apo bregdetare. Po ku ka më shumë? Apo varet nga stina ku jemi? Në fakt, Shqipërisë deri diku është kumbuar sezoni 3 mujor i verës, që do të thotë bregdeti, por deri më tani të gjitha ato strategjik që po bëhen është për të kthyer Shqipërinë në një turizëm 365 ditor, që do të thotë të ketë turist në çdo ditë të vitit. Pra, dhe kjo gjë duket se po jep efektet e saj, qoftë nga thirrjet e instancave përkatëse, qoftë edhe për të gjitha ato indicet që vetë qeveria ka ndërmarrë, duhet tekstuar dhe paketa e maleve e cila
po nis batimin e saj, gjë që do të implementoj më tepër dhe këtë gjë, pra fakti që do kemi turist çdo ditë në Shqipëri, jo vetëm turist të pozicionuar në sektor, në sezone, sepse këtu nisin dhe ato disbalanca, duke nisur nga numri i punonjësve sezonal, nga ana tjetër kemi edhe ato përgatitje që vetë strukturat akomoduese. Pra nëse ne do të kemi një turizëm 365 ditor, do të kemi një mirë menaxhim të gjithë strukturave. Është sa pak a shumë edhe Enri, që nga shërbimi deri tek pagat e tjerë detaje me radhë. Enri, faleminderit shumë. Damila, ishte kënaqësi, Fiori si gjithmonë. Ju përshëndes të treve. E faktikisht për të shkuar në linjën e gjithçka e folëm deri tani, askush më mirë se Pushime on Top mund të shpjegoj qoftë destinacionet, po ashtu edhe vendet edhe të gjitha detajet e tjera më të bukura sa i takon sezonit të verës. Bashkë do ndajemi këtu, pas pak do të jeni me ta.